Sigurisht që sektori i energjisë është një nga sektorët më strategjik për zhvillimin ekonomik të vendit, mirë po padyshim që ka edhe një segment, një aspekt të pakontestueshëm të sigurisë kombëtare. Ne I dërgojmë edhe rekomandime, siç kërkoi Ministresha, që ato rekomandimet të inkorporohen në politikat që shkojnë në drejtim të sigurisë energjetike, që është edhe siguri nacionale. Si vjetë përmbojnë domethënë tash konferencën e tretë, e cila ka grumbulluar rreth 200 pjesëmarrës prezent që janë të regjistruar. Konferenca si kjo sot janë më shumë se sa një konferencë, janë një mundësi që të mbledhim së bashku akademikët, profesionistët, industrinë, sektorin publik e privat, politikbërësit, për të mësuar nga njëri tjetri, për të ndarë përvojat më të mira që kemi me njëri tjetrin në të mirë të zhvillimit të sektorit mëtej. Sigurisht që sektori I energjisë është një nga sektorët më strategjik për zhvillimin ekonomik të vendit, mirë po padyshim që ka edhe një segment, një aspekt të pakontestueshëm të sigurisë kombëtare, të cilin e shohim sidomos në kohra të vështira si këto vitet e fundit. Ne përgjatë këtyre viteve të kaluara, përgjatë 4 vite e gjysmë tashmë po bëhen, kemi zhvilluar një strategji të energjisë dhe kemi punuar në drejtim të një sektori të energjisë I cili e ka rritjen e sigurisë furnizimit, diversifikimin e burimeve përmes energjisë lëpërtrishme, rritjen e eficiencës, përmirësimin e fleksibilitetit të sistemit elektroenergjetik në qendër të saj. Ne çdo vjet I mbajmë konferenca çdo 2 vite, e çdo vit I mbajmë edhe një të ashtu quajtur në simpozium, ku na I masim të arriturat, sepse mbas çdo konferencë simpoziumi ne I dërgojmë edhe rekomandime, siç kërkoi Ministresha, që ato rekomandimet të inkorporohen në politikat që shkojnë në drejtim të sigurisë energjetike, që është edhe siguri nacionale. Sot po bëjmë konferencën e tretë, Komitetit Nacional, është ngjarja më e madhe në sektorin e energjisë që bëhet çdo 2 vite në Kosovë. Si vjetë përmbojnë domethënë tash konferencën e tretë, e cila ka grumbulluar rreth 200 pjesëmarrës prezent që janë të regjistruar në konferencë. Është konferencë që do në organizim shumë të madh, edhe mbi 9 muaj është kozgjatja ku fillojnë përgatitjet. Domethënë dikon prej shkurtit kanë filluar përgatitjet për me ardhur deri në ditën e sotme. Po ideja është që ne në konferencat e ardhshme, vitet e ardhshme, bashkëpunimi që kemi me kolegë nga Shqipëria, me kompaninë OST, operatorin e sistemit transmetimit, e cila veç është antar brenda Cigrës, ne synimet tona janë që zgjerohemi me kompanitë të gjenerimit, që është Keshi, me kompaninë OSHE, në mënyrë që vitet e ardhshme, periudhën e ardhshme, afat shkurte apo afat mesme, të arrijmë të bëjmë një Cigrë të përbashkët, në mënyrë që me bosh trirën edhe të pjesa e shtetit shqiptar, për shkak se atje ju mungon një organizim I tillë.